Në mbledhjen jashtë radhe të Këshillit Bashkiak të Vlorës u konfirmua ajo që dyshohej. Ky organ nuk ka më funksion, ai është shndruar në apandesit, një organ që ekziston formalisht, por pa ndikim real. Ai nuk ushtron më kontroll dhe nuk ofron asnjë ide të re për qeverisjen vendore. Qëllimi i mbledhjes ishte rishikimi i buxhetit dhe rialokimi i fondeve drejt projekteve që konsideroheshin më të nevojshme, më të thjeshta për të realizuar dhe me efekt më të madh. Për të rendit të ditës, çka u pa në sallë ishte një autodemaskim. Këshilltarët ishin mbledhur për të shfuqizuar projekte që vetë i kishin miratuar vetëm pak muaj më parë. Kryetari në detyrë, Elis Halili, e pranoi publikisht se shumë prej projekteve infrastrukturore kishin qenë problematike dhe kishin mospërputhje. Kjo është shumë e butë dhe dashamirëse, për të marrësh parasysh shembullin e një projekti të cilët ju morën fondet, ai trotuarëve të Transballkanikës, një projekt me vlerë rreth 2 milion euro, i cili që gati për të nisur, por u anulua në momentin e fundit. Dhe arsyeja është sa shokuese, aq absurde dhe kriminale. Trotuarët do të duhet të prisheshin menjëherë pas ndërtimit për të hapur kanale kulluese. Me fjalë të tjera, Drejtoria e Projekteve dhe Infrastrukturës, me dieni të plot, kishte sjellë për miratim në Këshill një projekt që ishte i dënuar të shkonte drejt dështimit dhe humbjes së fondeve publike. Po ku i gjejnë guximin këta? Nëse një drejtori projektesh dhe infrastrukture sjell për miratim një projekt me dije të plot që do të duhej prishur menjëherë pas ndërtimit, kjo nuk është më çështje pa aftësie, për abuzim i qëllimshëm me fondet publike. Këtu lind pyetja e madhe: kush mban përgjegjësi? Kush i ka firmosur dokumentet? Kush i ka verifikuar projektet? Dhe mbi të gjitha, kush i ka lënë të kalojnë pas një analizë të dytë? Guximi për të sjellë projekte të tilla dhe për t'ia kaluar për miratim në Këshill bëron nga bindja se askush nuk do të mbajë përgjegjësi. Në çdo vend normal, një projekt prej 2 milion euro, i ndërtuar mbi absurditetin që do të prishej ditën e parë, do të hapte skandal, hetime penale, dorëheqje dhe sanksione. Në Vlorë, ai thjesht u anulua, fondet u rialokuan diku tjetër dhe mbledhja vijoi sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Pra edhe një herë, ku e gjejnë guximin? Besoj se i gjen tek fakti se kanë përballë një sistem pa kontroll real, një këshill që e ka në xhep dhe që bën noterin duke normalizuar çdo çmenduri, absurditet dhe vepër penale e kriminale. Qytetarët që janë mësuar të dëgjojnë për gabime të tilla pa parë asnjëherë ndëshkim. 2 projektet, shkolla Marigo Posio dhe kanali që do të zgjidhë Albano dhe Romina dhe rrugën e Kishës, në vend të projekteve të anuluara, fondet do të rialokoheshin në 2 drejtime. Riparimin e shkollës Marigo Posio e ndërtimin e një linje kanali kullues që do të lehtësonte përmbytjen në rrugën Albano dhe Romina dhe në rrugën e Kishës ortodokse. Në parim, projekte të justifikuara dhe të pritshme nga qytetarët, por siç do të zbulonte debati, edhe këtu kishte hije dyshimi mbi transparencën dhe seriozitetin e planifikimit. Pyetje pa përgjigje. Atyrt Hoxha, këshilltari i opozitës dhe kryetari i grupit të djathtë, kritizojnë kundër mënyrës se si ishte sjell dokumentacioni i kanalit. Sipas tij, bëhej fjalë për disa skica dhe planimetrime, jo për një projekt të plot, të detajuar dhe transparent. Sipas tij, administrata e bashkisë vazhdonte të vepronte me të njëjtën mungesë profesionalizmi dhe arrogance, duke i shitur Këshillit sa zgaravina për dokumente serioze ligjore. Ndërsa Gerond Gubardi u përqendrua tek anomalia e çmimeve. Lekët kanë qenë dhe janë, por lekët zhduken. 1 metër plak kushton 5.200 lekë të vjetra, ndërsa 1 metër plak banjoje 32.000 lekë të vjetra. Si mund të shpjegohet kjo diferencë absurde? Pyeti ai, duke vënë pa atë që e quajti mungesë e plot kontrolli financiar. Debat brenda dhe jashtë rreshtave politik. Ironia e mbledhjes nuk mungoi. Këshilltarët, si nga ana e majt ashtu dhe nga e djathta, sa herë drejtoheshin Elis Halilit, nuk harronin të theksonin kryetarin në detyrë, një formulim që i ngjante më shumë një shënimi në klapa se sa një respekti institucional. Gjergj Nika u përqendrua në procesin e miratimit të projekteve, duke pyetur se si është e mundur
që një këshill të votojë në mënyrë kaq mekanike pa një analizë serioze paraprake. Klodian Gjyeri e çoi debatin drejt një dimensioni tjetër, dobia afatgjate e gjatësia e projekteve, duke pyetur se çfarë kuptimi kanë investime që prishen pas pak muajsh. Një element befasues ishte shndrimi i këshilltares socialiste Elsa Brezhani, e cila përkrau hapur kritikat e Atirt Hoxhës. Ky solidaritet i pazakont brenda një salle të polarizuar politikisht tregonte se pakënaqësia ndaj mënyrës se si po menaxhoi buxheti nuk ishte më thjesht një kauzë opozitare. Në debat mori fjalën edhe Ervis Mocka, i cili u përpoq të ulte tonet dhe ta zhvendoste diskutimin nga akuzat drejt një zgjidhje pragmatike. Problematikat dhe mosrakordimet zgjidhen me bon sens të ai, duke lënë të kuptohej se edhe pse kishte mangësi dhe keq planifikime, ato mund të korrigjoheshin me qasje më të matur dhe bashkëpunim institucional. Kryetari Elis Halili me një zë të ulët, gati sikur fliste me veten, u përpoq të shpjegonte se ka një vëmendje kryesore për kolektorin e ujrave të larta për kanalin e Sjavatit, kolektorët e tjerë kryesor nga Bishti Kallëdrëmit në Lungomare. Me mbështetjen e Ministrisë së Mbrojtjes, është bërë heqja e soletonëve, është bërë pastrimi, mendohet që të rehabilitohet një nga projekti financuar nga qeveria shqiptare. Kanali Naunkës kemi mbështetje nga Ministria e Mbrojtjes dhe mjetet e tyre, duke bashkërenduar me mjetet e Bashkisë Vlorë. Fillimisht do të pastrohet dhe pastaj do të rehabilitohet përfundimisht. Projekti që po ju prezantojmë nuk janë disa skica, nuk janë disa vizatime, e them me bindje. Këtu tregohet i gjithë rrjeti hidrik i qytetit. Ky është ditur, inxhinierët e vjetër e kanë ditur, por nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret për të rikthyer, rehabilituar dhe ridimensionuar këto kanale. Është projekti detajuar hidrik, ka planimetri, ka seksionet e kanaleve, dhe ky projekt është vetëm një lot i rehabilitimit total të gjithë ujrave të larta. Me këtë projekt, zgjidhim rrugën Albano dhe Romina dhe rrugën e Kishës. Loti i dytë nga Universiteti deri tek Ishvola, loti i tretë nga Ishvola deri tek Albano dhe Romina. Projektet e hartuara nga zyra urbanistike kanë pasur probleme, është diçka që ka pasur gjithmonë probleme. Do të ketë një kujdes kryesor që kjo mos të ndodhë më. Kemi projekte të tenderuara dhe përballemi me mos përputhje projekt situate në terren. Nuk kemi krenar dhe ky është problemi kryesor i administratës sonë. Për fjala e tij duket sikur nuk bindi njëri, madje as atë vet, por askush nga opozita nuk ka nevojë të bindesh dhe të përgatitesh seriozisht, pasi ata e kanë ndarë para se të fillojë mbledhja se si do të votojnë. E kështu me gjithë pakënaqësitë e opozitës dhe kërkesat e saj për transparencë, me problematikën e projekteve të shkuara, të cilat ishin të padobishme dhe kriminale, si rasti i trotuareve të Transballkanikës, me përpjekjen e dobët të kryetarit për të bindur Këshillin që këto dy projekte ishin më të mirat e mundshme për qytetin, Këshilli përfundoi duke bërë atë që di të bëjë më mirë, të injorojë sugjerimet e opozitës dhe të votojë pro projekteve. Në fund, pavarësisht debatet dhe pikpyetjeve, vendimi u mor dhe projektet u miratuan. Mbledhja ishte një ilustrim i qartë i kulturës së mungesës së llogaridhënies në qeverisjen vendore. Projekte të paqarta miratohen, miliona euro planifikohen dhe vetëm kur vjen momenti i zbatimit, zbulohet se ato nuk kanë as sens urbanistik, as logjik ekonomike. Këshilli Bashkiak, i cili në teori duhet të mbrojë interesin e qytetarëve dhe të kontrollojë ekzekutivin, përfundon duke miratuar projekte që më pas detyrohet t'i rrëzojë, një rreth vicioz i cili nuk i dihet fundit. Qytetarët e Vlorës presin prej kohësh zgjidhje konkrete për problemet më bazike, shkolla të sigurta, rrugë funksionale dhe kanalizime që shmangin përmbytjet. Por në vend të kësaj, ata shohin një këshill që ngjan më shumë me një teatër të improvizuar, kur debati politik mbulon mungesën e vizionit dhe profesionalizmit. Nëse ky organ vazhdon të funksionojë kështu, i vetmi përshkrim i mundshëm për të është ai që ju a tha ju i irrituar David Dano kur ndërpreu mbledhjen e djeshme, mashtruesa, intrigantët nga Adriatik Golemaj.